Ja, war ein hochverdienter Sieg. Wir hätten nur das eine oder andere Tor mehr erzielen müssen. Bin aber sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Es sind alle Spieler zum Einsatz gekommen, das war das Wichtigste. Und es hat sich niemand verletzt. Und jetzt können die Spieler in den verdienten Urlaub gehen. Wir haben ja jedem Spieler heute die Möglichkeit gegeben, sich zu zeigen auf dem Platz. Alle neuen Spieler haben gezeigt, dass sie auch hier zu Recht eingeladen wurden. Matoshi hat ein wunderbares Tor erzielt und wir sind sehr zufrieden mit den Spielern, die das erste Mal dabei waren. Aber wie gesagt, insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben von Anfang an mit viel Tempo nach vorne gespielt. Wir waren sehr oft über die Flanken sind wir durchgekommen. Oft hat dann auch der finale Pass gefehlt. Aber ja, war hochverdienter Sieg und jetzt können die Spieler verdienen in Urlaub gehen. Ndjenja shumë e mirë. Babi më ka kallëzu para 20 vite u ardhë në këtë stadion me këqyrë Prishtinën. Tash ardhë dita unë me lujtë për Kosovën, s'ka nëjsa më të mirë në këtë botë, inshallah veç më me vazhdu qështu. Ja kemi nisë shumë mirë me do aksionet bukra, e tëni kemi pas edhe durimin s'na ka hupe. Fisnike ka qelë rezultatin për neve, inshallah veç mundë me vazhdu dhe në të ardhmen qështu. Gjene shumë e mirë, me dhonë me këtë panelën me gollë, këtë një 22 antarë të familje si më posë këto, edhe këta shumë janë gëzu. Valoj që një ndjene që se më përjetu hala, shumë bukur. Unë e fështirë, po tani në fund e kena dhonë maksimumin, Fisnika ka dhonë gollën, e pi qatërë tani mu do që o bo pak ma letë për neve, 3-0, rezultati mirë. Mu pregadit mirë, janë do deshin të forta, mu pregadit mirë, mu shtru mirë, edhe tani i bojna të mira. E kena dominu lojën prej fillimit, i kena kallëzu kush jena, kena pas plot shansa edhe në fund e kena fitu 3-0, besoj që një rezultat shumë i mirë, edhe besoj që tifos edhe në stadion kena mujtë mi knaqë. Shpresoj që qaj e goll na kanë imu me tani në fund edhe me fitu lojën, normalisht shukon edhe pak fat, po kur e pash murin ka gjallar ku kone, tani folem me Albionin edhe dytë e po mu ka ona e portierit me gju, tani qane e gjuva edhe shqyqër uhi. Kena më dhonë maksimumin, kena më mënu me fitu lojën edhe që e dina e kena kundërshtar të fort, po besoj që na tani kur grumbullu ma pet në shtator, kena më dhonë maksimumin edhe me fitu krejt lojt. Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore në ndeshjen miqësore ndaj Andorrës, ndeshje kjo e cila u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Goli i parë erdhi në minutën e 41, ku Fisnik Aslani i treguai sakt nga goditja e lirë, transmeton klankosova.tv. Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi me rezultat 1-0 në favor të dardanëve. Ndërsa në minutën e 53 u akordua një penallti në favor të Kosovës, ku Albion Rahmani u treguai sakt nga pika e bardhë. Ndërsa vullën e fitores e dha Vladimir Matoshi, i cili shënoi golin e tretë për Kosovën në minutën e 78. Ndeshja përfundoi me rezultat 3-0 për dardanët dhe pas kësaj ndeshje, Kosova mbyll ciklin e ndeshjeve miqësore, ndërsa bëhet gati për ndeshjet e ardhshme për kualifikime në kampionatin evropian, ku ndeshja e parë do të zhvillohet në muajin shtator, ku përballë do të ketë Irlandën.